Mirëmëngjes të gjithëve, po fillojmë lajmet orës 8 në RTK. Një fotografi e kryeministrit në detyrë Albin Kurti me kërcënime për eliminim fizik është shpërndar nga organizata Brigadat e Veriut e shpallur terroriste nga Kosova. Kurti ka cilësuar këto kërcënime si dëshmi të natyrës terroriste të grupit dhe rreziku që ai paraqet për sigurinë e vendit. Ndërkaq policia e Kosovës ka njoftuar se kanosja ndaj Kurtit e publikuar në rrjetet sociale nga profili Severna Brigada është bërë nga territori i Serbisë, konkretisht nga Kraljeva. Sipas policisë janë identifikuar IP adresa dhe të dhënat e përdorura gjatë regjistrimit të llogarisë. Vazhdojmë me zhvillimet e tjera. Komanda e doktrinës dhe stërvitjes e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka përfunduar me sukses kursin bazë për snajper dhe kursin e liderit luftarak. Sipas njoftimit, kursi për snajper është realizuar nga Qendra e Stërvitjes Profesionale me qëllim ngritjen e kapaciteteve taktike për qitje precize nga distanca të largëta. Ndërkaq kursi i liderit luftarak i zhvilluar nga Shkolla e Nën Oficerëve ka përfshirë trajnim në udhëheqjen ushtarake, planifikim operativ dhe vendimmarrje në terren, thuhet në njoftim. Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj ish zyrtarit policor Bojan Jevtić për veprat penale, spionazh dhe mbajtje pa autorizuar e armëve. Sipas aktakuzës, ai dyshohet se për një periudhë kohore deri më 17 korrik 2025 ka mbledhur dhe u ka dërguar zyrtarëve të inteligjencës serbe dokumente të klasifikuara që lidhen me sigurinë kombëtare të Kosovës. Jevtić ishte arrestuar në korrik 2025 në një aksion të përbashkët të Prokurorisë Speciale, AKI-s dhe Inspektoratit Policor në ndyshimin se kishte mundësuar qasje të paautorizuar në sistemet e policisë së Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka pritur në takim drejtorin ekzekutiv të Institutit të Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosova dhe Hetemi, i cili i dorëzoi raportin 6 mujor të punës për periudhën nëntor 2025-maj 2026. Gjatë takimit u diskutua progresin në dokumentimin dhe hulumtimin e krimeve të luftës, si dhe rëndësia e forcimit të kapaciteteve shtetërore për drejtësi tranzicionale dhe ruajtjen e së vërtetës historike. Me aktivitetet të shumta, sot do të shënohet Dita e Evropës. Derisa 9 maj në shumicën e vendeve të BE-s është ditë e zakonshme pune. Në Kosovë, kjo datë shënohet si festë zyrtare në funksion të orientimit pro-evropian. Megjithatë, pavarësisht aplikimit për antarësim në vitin 2022 dhe deklarimeve për integrim, Kosova ende nuk e ka marrë statusin e vendit kandidat.